Bëjmë akullore tani. Bëjmë Kungujt janë akullore. këtu, duke lënë për të zier, të mbushur, me bazën dhe me mbushjen e vet. Dhe ndërkohë pas pak do të shijojmë patjetër edhe Nga frigoriferi, kafe. marr panën. Pana. Duhet e ftohtë. Qumshin e kondensuar. Pra që ka dhe ëmbëlsin. Një gotë, një qumësh të kondensuar, panën po ashtu. E rrah. Derisa të bëhet të ngurtësohet si mas. Nga e lëndë do të ngurtësohet. Pra pana dhe qumësh të kondensuar kemi aty. Lule shtrydhet gjithmonë ujë me sodë se pastrohen më mirë. Atëherë, Niki, ti bëj rajën andej? Tek lule shtrydhet, unë kam vendosur krip. Po, për t'i pastruar. Për t'i Një formë pastruar, tjetër sepse të kripa pastrimit. është me durë së soda. Ja. Toporët e vogla normalisht ngelin pesticide dhe ilaçe. Marr. Lule shtrydhet. Ja dhe pak ju kërkojmë ndjes për zhurmën, por është një proces që i përket kësaj recete. Sa ndi, sa ti? Jeti, se jemi në sulm. Shtoj pakës fare, Uj, se e ndihmoj. Ja dhe pak edhe e përfundojmë. Po lutem më të pak, të di, ti ka limonë. Do ja shtojmë këtu te lule shtrydhet. Mbaruam me zhurmat, shpresojmë që mos ju kemi shqetësuar shumë, ja dhe limonin ja shtuam, më falë se të Tani çfarë më bëj, të bëj kështu? Çfarë të bëj? Shtoj. Një mas këtu. Direkt jepi Niki. Dhe ta trazojmë prap tani. Por tek niveli më i butë, se mos tani, do ta vendosim diku. Do ta përzijim mirë që të bëhet një ngjyrë roz. Se pana. Detoks të duhur. Pa mi lëvizje. Dhe akulloria është gati për në frigorifer. Aprojmë pak ta shohim. Si ka marrë ngjyrë. Ende preva film. Është shumë mirë në shije dhe në trajt. Cile të këtu? Opa. Tani dhe kështu nuk është keq ta shijojmë pak, por që duhet të ngri patjetër, pastaj ta servirim. Normalisht te kungujt një garush dhe moj. Shtoj pak nga uji i kungujve. Gradualisht derisa të krijoj këtë salcën e bardhë të hollë. Ja. Kjo mas kalon e gjitha këtu.
Me pak ujë Niki më ndihmo të lutem. Pak fare ujë. Ja. Dhe do bëhet shumë pak. Vetëm sa të... Sepse do të trashet pak më tepër lëngë dhe do të jetë në formën e duhur. Kto pra, ju sugjeruam sot këto receta. Dalë se për dhe një gjë të... Edhe atë tavën sille... Tavën jo, po tavën pas kafes. Pim një kafe, tani të bëjmë një lavaza se u lodhëm shumë, kemi gatuar kaq shumë receta, kështu që lëmë dhe pak minuta, ndoshta i duhet vezëve për të mpiksu, se kemi dhe diku 3 minuta. I duhet shumë pra punë, po unë për nxjerr sepse do kemi... Ska problem, okej. Mirë, përpara se të bëjmë kafen ton lavaza, që për na pret kemi ndezur pak më parë ekspresin dhe do të shijojmë atë shihen që na jep gjithmonë dhe energjinë e duhur për ditën tonë, për vazhdimin e ditës, se puna jo nuk përfundon këtu. 1, 2, 3, 4, 5, jam bërë këto receta, këto ta vendosim në një tavë, besoj nga të kekut, apo në format të ndryshme, siç lëm të ngri. S'ka problem, me celofan, në frigorifer dhe pastaj kapim lug-lug. Se po t'ishte kjo e ngrirë për shembull, do bëmin dhe kafe dhe do ishte një kombinim perfekt, siç na sugjeruan dhe çunat tanë të regjisë. Ti shijoje për sasinë e sheqerit, aromën e luleshtrydheve, është në rregull? Po të do në shtoni vanilje, po përderisa ka luleshtrydhe nuk është nevojë për vanilje. Mirë, ishte shumë mirë, provova dhe unë pak më parë. Receta tona të lumshin duar, të meriton një kafe tani me një shije të fort, intensive, me një aromë fantastike që na e sjell vetëm lavaza, kështu që zgjodha kapsulën këtë më dhuridora intensive, intenso, për ta shijuar të plot aromën, shijen e fuqishme që këto kapsula kanë, që kanë brenda diku 7.6 gram, por ajo çka e bën më të shijshme dhe më të mrekullueshme këtë kafe është pikërisht aparati, lavaza Modomio, e cila funksionon perfekte në një, ja të ngrohet edhe pak se që nga fikur, funksionon në mënyrë të jashtëzakonshme, në mënyrë sinergjike, si me kapsulën dhe me aparatin, duke patur parasysh se është një presion i fortë që të shtrydhi mirë atë kapsulën dhe të na japi atë shijen e fortë dhe aromatike të kafes ton. Mund ta porosisni aparatin për zyra shtëpie kudo për të shijuar një kafe sikur jeni në mes të Italisë, sepse ande ka origjinën duke sjell prej andej 150 lloje të ndryshme kapsulash, kafesh, arabike që na funksionon kaq mirë për të nisur ditën, po ashtu mund të zgjidhni lloje të ndryshme të kafes, dekafeinato, oro për ekspreset e tjerë, llojet e tjerë të ekspresve. Më e preferuara ndër ne është gjithashtu dhe krema gusto dhe po ashtu lavacën e ftohtë, që do ta vendosim në frigorifer, atë që preferojmë në ditët kur ka temperaturat të larta, kafe latte, cappuccino apo espresso në formën e kanaçes. Mirë, kafja është gati, po e sjell. E di që ke të nevojshme, kështu që të bëftë mirë, të lumshin duar. Ju përshëndesim nga kuzhina, faleminderit që na keni ndjekur, mos harroni, klikoni na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Ja ju paça. Të bëftë mirë, faleminderit.